Deklarata e Arjan Konomi në emisionin Goca dhe Gra ka nxitur reagime pikërisht sepse prek një temë shumë të ndjeshme dhe bën akuza të forta për një format tjetër televiziv si përputhen dhe ish pjesëmarrëse si Shipe Hysenaj. Është e rëndësishme të bëhet dallimi mes opinionit personal apo deklaratave mediatike dhe fakteve të verifikuara. Akuzat të tilla janë serioze dhe zakonisht mbeten në nivel deklaratash në studio televizive, pa u konfirmuar publikisht nga burime zyrtare. Për këtë arsye, shpesh krijojnë debat dhe polarizim në publik, sidomos kur bëhen në një moment të nxehtë si finalja e Big Brother VIP Albania, ku çdo koment merr vëmendje të shtuar. Në kontekstin më të gjerë, këto deklarata tregojnë edhe një fenomen tipik të reality showve, përplasjen mes imazhit publik, narrativave televizive dhe jetës reale të personazheve. Sa më afër finales, aq më shumë rritet tensioni dhe komentet bëhen më të forta për të tërhequr vëmendjen. Nëse do, mund të analizojmë si ndikojnë këto deklarata në imazhin e finalistëve apo në votimin e publikut.